Ishte 6 gushti i vitit 2016, nata kur reshjet e shiut që zakonisht sjellin fresk në kulmin e verës, atë natë sollën tragjedi. Reshjet u shndruan në rrebesh e rrugët u bën lumenj. U deshën disa orë që Hasanbegu, Stajkovca, Straçinca, Haraqina e Rashtaku të përjetonin tragjedinë më të madhe të jetës së tyre, sepse vërshimet nuk morën vetëm shtëpi, vetura e objekte. Ata morën edhe jetë njerëzish. Gjithsej humbën 22 jetë njerëzish, ndërsa kujtimi më i hidhur mbeti zhdukja e Lifes 16 muajshe, e cila nuk u gjet më kurrë. Sot 10 vite pas katastrofës natyrore që goditi këto zona të Shkupit, është përmirësuar infrastruktura e cila ishte shkatërruar atë natë, por nuk arriti të zbehet dhimbja e trishtimi që përjetuan njerëzit, të cilët humbën më të dashurit e tyre. Gjatë asaj nate dhe ditët në vijim u angazhuan policia, ushtëria, zjarfikësit, ekipet e ndihmës së shpejtë dhe shumë qytetarë vullnetar. Gjithashtu përdorën mjete të rënda për pastrimin e baltës dhe hapjen e kanaleve. Ndërsa ndihma humanitare erdhi nga individ, shoqata, qytete e shtetet e tjera. Natën e kopshme po ashtu ka pasur edhe pasoja të shumta materiale, ku dëmtuan shumë shtëpi, rrugë, objekte, biznese e makina, drunj të rënë, serrat e mbjellura në këtë zonë si dhe dëmet të tjera. Mbi 5.000 familje kishin pësuar dëmet më dha, ose shtëpit u ishin bërë të pabanueshme, ndërsa mbi 600 hektar tokë bujqësore u shkatëruan tërësisht. Natën e 6 gushtit mbi 1000 qytetarë ishin evakuar nga këto zona, ndërkaq më 8 gusht u shpall ditësie. Përndryshe për 24 orë më 6 gusht 2016 në Shkup kishin rënë 92.9 litra shi në 1 metër katror, ndërsa gjatë 2 orëve të para nga fillimi i motit të lig kishte pasur mbi 800 vettima.